Territori shqiptar për datën 15 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në disa zona të izoluara mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me moto ngrohtë dhe më të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 32 gradë Celsius. Kukët, 16 deri në 28 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë. Tiranë, 23 deri në 30 gradë. Durrës, 22 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj, 22 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 31 gradë. Berat, 20 deri në 32 gradë Celsius. Korç, 14 deri në 27 gradë. Vlorë, 23 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 29 gradë Celsius. Sarandë, 23 deri në 30 gradë.